Prandaj sot është definitivisht në lumen më të ndodhur në Evropë, është një problem shumë i madh që fatkeqësisht nuk ka zgjidhje sot, edhe sipas menaxhimit që po bëhet sot nga qeveria shqiptare, nga Ministria e Mjedisit, nuk do të ketë zgjidhje minimumi edhe për 5 vitet e tjera. Ndërkohë ndotja rritet sepse rritet edhe niveli i turistëve, rritet niveli i konsumit. Ndërkohë 10 milion turistë më shumë, do thotë mesatarja në ditë për 1 kilogram mbetje përdor një turist. Mesatarja në ditë rreth 100 kg ujëra të ndotura përdor një turist. Kështu që e mira turistëve na përkthehet edhe me ndotjen e mjedisit që faktikisht ne po jetojmë sot. Dhe ne nuk kemi asnjë lloj impianti trajtimi në gjitha këto qytetet, zonat industriale, për gjatë lumenjve tanë, pra as tureve të zeza, as të mbetjeve kimike që hidhen atje, asgjë, asnjë filter, asnjë që kemi bërë gjithë këto vite, se janë dëgjuar pasire donacione, projekte, asgjë s'kemi bërë. E hedhim çdo gjë në lumë. Është bërë mjaftueshëm, është vjedhur mjaftueshëm. Këto e them me fakte, sepse është planifikuar ndërtimi i impiantit të trajtimit të ujëve të zeza në Kashar. Janë hedhur 70 milion euro plus nga Banka Zhvillimore Japoneze. Implementimi bëhet nga 2 kompani me emër botërore, Donda dhe Kuboti, nuk është një emër sekret, mos ta themi. Filloi të ndërtohej impianti, por për mos arsye të mos respektimit të kontratës nga pala shqiptare, në këtë rast qeveria shqiptare, më konkretisht Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, bërit mundur që projekti dështoj. Sot ato 70 milion euro nuk janë më, impianti ka mbetur një gërmadh betoni, ndërkohë 2 kompani zbatuese e kanë hedhur shtetin shqiptar në gjyq për mos respektim të kushteve kontratës, ku ne rrezikojmë të humbim edhe 50 milion euro, ndërkohë bën 120 milion euro, që mua personalisht si qytetar nuk e kam problemin që humbë edhe 120 milion euro, se u mësuam ne me këto milionat. Problemi është që mbetet lumi dhe uji i lumit ishën më i ndotur në Evropë, që neve sot po na shkatron mjedisin. Unë po ka prej pak kohë që nuk dëshiroj të flas më për ndotjen e mjedisit, por dëshiroj të flas për ndotjen e shëndetit që na kanoset çdo ditë duke u përballur me këto probleme kaq masive të keq menaxhimit të ujave të zeza industriale. Ndërkohë kam bërë dhe një analizë para 4 vitesh, 5 vitesh për gjithë kompanitë përgjatë bazenit të Ishmit, nëse kanë impiant trajtimit të ujave të zeza apo jo, dhe vetëm kompani që rezulton që ka impiant është Aeroporti i Tiranës. Për ndryshe asnjë lloj kompanie tjetër, duke ditur se sa shumë prodhim ka autostrada Tiranë-Durrës, nuk figuron të ketë impiant trajtimi të ujave të zeza, shkaq që rezultati duket saktësisht në ndotjet masive që ka sot bazeni i Ishmit. Kjo është skandaloze, apo jo? Ndërkohë që flasim bëjmë hartime të bukura për turizmin, për kapitullin e mjedisit, konsultime, bisedime, ne jemi në një pikë të nuk e di si ta quaj, pikë krejtësisht jashtë çdo zhvillimi, siç mendohet sot që duhet vi një zhvillim infrastrukturor i një vendi jo modern, por që më tonë të jetë disi modern, që është në Europë, krejtësisht jashtë çdo parametri të tillë. Ky quhet një zhvillim totalisht i pakontrolluar, i pasistemuar infrastruktura, dhe ajo që thoni ju skandaloze, unë nuk di të përdor një fjalë edhe më të fortë se sa skandaloze. Ajo që do thojë është po jemi përballë një fakti goxha të rrezikshëm për shëndetin. Është një bombë ekologjike që sot unë nëse kam frikë diçka, nuk kam asgjë më shumë frikë se sa ndotja e lumit ishëm, që me të vërtetë po na ndikon çdo ditë, dhe ajo ndotje diku është akumuluar në trupin tonë dhe dikur do dalë rezultati. Dhe kjo është e frikshme. Nuk është ideja të friksohemi dhe të bëjmë panik, por kjo është faktike, sepse është analizuar i lum. Ai uji kalon 100 herë normat e Bashkimit Evropian me metale të rënda. Në çdo lloj parametri tjetër, qoftë kimik, biologjik apo i metaleve të rënda, në lumin e Ishmit kalohen ndjeshëm.